Efekti jojo është ndodh në pjesën më të madhe sidomos të grave të femrave dhe është ai fenomen kur ti pas humbjes së peshës në sasi të mëdha dhe shpejt, pesha rikthehet dhe shpesh herë rikthehet 2 fish ose 3 fish. Pra ti ke humbur dhe e merr mbrapsht dhe më shumë. Sepse për të gjitha arsyet që tham dhe shpar, duke qenë se metabolizmi është ulur shumë, shumë e thjeshtë që të rikthehet pesha, muskuli ka rënë, djami ka marrë vendin e muskulit sepse trupin mund ta mendojmë si një enë, mund vendosim dhe është e ndarë djam dhe muskul. Pra, në momenti që muskuli zvoglohet, djami kalon te pjesa tjetër dhe rritet në përqindje. Dhe kjo ka probleme të tjera sepse në momentin që djami kalon një përqindje specifike të gjithë trupit, kemi të bëjmë me djam visceral, që ne themi djam i brendshëm. Pra futet në zgavrën e brendshme të organeve dhe vendoset tek mëlçia, tek zorët, tek pankreasi dhe ka shumë probleme tjera sepse për të bërë një diferencë midis të dyjave, djami që ne themi në lëkurë është ai që mund ta prekim dhe e shohim, kurse djami i brendshëm normalisht nuk shihet, shihet vetëm nga aparatura dhe instrumente që ne përdorim për shembull në klinik, dhe është shumë i rrezikshëm sepse prodhon dhe interferon me metabolizmin, prodhon substanca inflamatore dhe mund të ketë probleme pastaj, mund të jetë shkak për diabet, për presion të lartë, etj, kështu që